Në 20 janar të vitit 2010 u nda nga jeta Pashk Gjeqi, një nga përkthyesit më të mëdhenj që ka njohur gjuha shqipe. Emri i tij lidhet ngushtë me shqipërimin e kryeveprave botërore, veçanërisht me komedinë hyjnore të Dante Alighieri, një arritje e jashtëzakonshme në letërsinë shqipe. I lindur në Shkodër me 7 shtator të vitit 1918, Gjeqi u formua në shkollat jezuite, ku mësoi italishtën, latinishtën dhe greqishtën e vjetër. Që në moshë të re, nisi përkthimet, duke sjellë në shqip poezitë e poetit italian Giacomo Leopardi, ndërsa studimet i vazhdoi në Rom, ku diplomoha doktor në letërsi në vitin 1942. Pas kthimit në Shqipëri, u burgos nga regjimi komunist dhe më pas u internua në Pushkruj. Pikërisht aty u përkushtua përkthimit të komedisë hyjnore, pjesa e parë se cilës Ferri u botua në vitin 1960. Edhe pse pa jehon të madhe në atë kohë, vepra u vlerësua se një shqipërim i pakrahasueshëm. Më pas, Gjeqi përktheu Odisejën e Homerit, si dhe kryeveprat e tjera, si Fausti i Goethes dhe Hamleti i Shakespearit, duke lënë një trashëgimi të pazavendësueshme për kulturën dhe letërsinë shqiptare.